dashurisë normalisht që në fillim të lidhjes së tyre kanë hasur edhe në paragjykime. Çka mendon Genta për këtë pjesë? Me rëndësi është me gjetë një njeri i cili të kupton, e ka zemrën e mirë, është njeri i cili nuk të keq trajton, i cili të respekton, i cili ka vendos me çu jetë me ty edhe me të respektu ton jetën. Kjo është me rëndësi. Gjuha përbashkë, gjuha dashnish është internacionale, kështu që nuk ka të bëjë është shqiptar, është turk, është nuk e di çka gjerman, zvicran, nuk ka ajo të bëjë kur gjë. Me rëndësi është të jetë njeri, ta ketë një zemër të mirë, të jetë i sinqert, edhe të me të bo me kesh. Nuk kam gjelozi, nuk kam inat, edhe artistat cilët vinë trend, edhe cilët janë trend, i ndëgjoj çka është koha qëta, çka po ngohet qëta, çka po dojnë rinia, çka po dojnë populli, edhe i ndëgjoj edhe mundohena mu përshtat. Nuk e kam problem me dalë, për shembull, jo, mos ta mjeshta stili tem, po me provu stile tjera. Kom bo përpara rock, kom bo përpara R&B, kom bo folk pop, i bëj këta zhandret e muzikës, e qëtash po ngohet shumë rap style, po ngohet pop, edhe qatë muzikë jam të këshyrë me bo edhe ona. E du muzikën shumë, më pëlqen me eksperimentu, edhe që kjo më bën për me nejt hala fresh edhe hala mos më bo bajat. Inshallah kur s'bona bajat. Genta si Gent, energjike deri në pak kufi. Pak para lindjes së dy fëmijëve, ajo plasoi për publikun një videoprojekt me titullin Bad Bitch. Jam still a bad bitch. Në këtë këngë Gentushi ka shkëlqyer me disa kile më shumë, bashkë si një kukull e vërtet. Përndryshe edhe në të ardhmen, ajo ka premtuar befasi të shumta e neve nuk na mbetet asgjë tjetër, veç të urojmë shumë suksese asaj.